Këshilli Komunal i Gostivarit ka miratuar me shumicë votash ndryshimet në planin detaj urbanistik për bllokun urban 2, një nga zonat më të rëndësishme të qytetit, ku aktualisht ndodhet tregu i vogël. Me planin e ri parashihet ndërtimi një qendër tregtare moderne, si dhe realizimi një parkingu nëntoksor, projekt i cili ishte pjesë e zotimeve parazgjedhore të kryetarit të komunës Valbon Limani. Ndryshimet urbanistike parashojnë gjithashtu zgjerimin dhe hapjen e rrugëve dhe trotuarëve përgjatë bulevardit Vllazë Gjinovski, përkatësisht në hapësirat para dhe pas objektit të komunës së Gostivarit, me qëllim përmirësimin e qarkullimit dhe funksionalitetit të kësaj pjese të qytetit. Sqarimet për ndryshimet e propozuara i paraqiti udhëheci i sektorit për urbanizëm në komunën e Gostivarit Semir Zulbari. Ai theksoi se procedura për këtë plan ka zgjatur më shumë se 2 vjet dhe ka kaluar të gjitha fazat ligjore, përfshirë 2 anketa publike. Sipas tij, plani është shqyrtuar në detaje nga institucionet kompetente dhe përfaqëson një zgjidhje që synon zhvillimin urban të qytetit. Zulbari shtoi se Gostivari ka pasur edhe planet e tjera urbanistike me ndikim shumë më të madh ndërtimor, ndërsa ky projekt është hartuar në përputhje me standardet dhe procedurat ligjore. Bulevari para komunës, rruga mbrapa komunës Borç Ivanovski, rruga Kej Vardar dhe kjo pjesë. Bëhet ndryshimi i kësaj pjese të planit detaj, ku të pjesa e Bashkia Fetare Islame ku ka prona, tash bëhet në përdes plus 5 kat dhe dedikim qendër tregtare. Te pjesa e parkut është parapar parking nëntoksor, e cila ishte edhe një premtim i kryetarit të kryesuesit gjatë zgjedhjeve, ndërsa pjesa mbiat ngelen Dilbrim. Pjesa tjetër është parapar në bazë të planit gjeneral urbanistik. Në bazë të planit gjeneral urbanistik. Pjesa tjetër. Kemi pëlqim për Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve. Kjo është kujtës. Në debatu përfshi edhe këshilltari i Aleancës për shqiptarët Sebajdin Sallaj, i cili deklaroi se mbështet projektet që kontribuojnë në zhvillimin e qytetit dhe përmirësimin e infrastrukturës. Ai rikujtoi se prej dekadash është diskutuar nevoja për hapjen e plotë të bulevardit kryesor dhe zgjidhjen e nyjeve infrastrukturore që pengojnë zhvillimin urban të Gostivarit. Kishte muhabete se nuk është në përputhje me planin gjeneral. Ju bindi se ajo nuk vlen. Cilat ishin parametrat që mundeshte të kemi dhe një sugjerim se nuk janë pranueshme. Cilat ishin ata parametrat ligjore. Dhe me thënë, për ndërtesat me për banim, dhe me thënë, kriteri kryesor duhet jetë se rruga duhet jetë një gjërësi caktuar, e cila lejon bëhet ndërtimi me adish, sistem banesor, e keni parasysh. Edhe une me Semirin, gjithë kohën kam diskutuar se i kam të gjitha dokument. Tash pyetja shtrohet se ne si qytetarë, si gostivarë, si duhet një gjë ta kuptojmë. Vendimi kur merret te Ministria për Transport dhe për planifikim hapësinor, ato vendime që vinë nga Shkupje, ne duhet i sjellim para jush. Duhet kalojmë. Këta nuk korrigjohen. Është diçka tjetër se cila është forma, se kam patur reagime unë nga kolegët e mi se, për shembull, unë duke thënë se, unë i shoh se këtu nga ministritë e drejtoritë e caktuara ka pëlqim për këtë, sidomos për këtë projekt. Dhe ne këtë duhet ta hudhim temë diskutimi mesin tonë. Ne do vendosim për atë. Atë që e tha Semiri më herët se përsërin që ka dikush dhe një vërretje, ne nuk mund ta marrim peng realizimin infrastrukturor të ngërçit qytetit tonë për hir se dikush ka dhe një vërretje se pse filan fisteku ose dikush duhet ndërtohet këtu ndërtesë. Megjithatë, Sallaj kërkoi kujdes maksimal në mbrojtjen e interesit publik. Ai tha se ka analizuar dokumentacionin për këtë plan dhe ka kërkuar sqarime shtesë për objektet kolektive të parapara në këtë zonë. Sipas tij, projektet që kanë të bëjnë me zhvillimin e qytetit nuk duhet bllokohen për shkak të debateve individuale, por çdo ndërtim i arshëm duhet kalojë filtra ligjor përpara se të marrë leje ndërtimi.
Duke u përgjigjur shqetësimeve të ngritura, Semir Zulbari theksoi se plani nuk është hartuar brenda natës dhe si gjatë procesit janë respektuar të gjitha procedurat e parapara me ligj. Ai vlerësoi se ndryshimet e propozuara janë në funksion të zhvillimit të qytetit dhe se krahasuar me planet të mëparshme urbanistike, ndikimi i tyre është dukshëm më i balancuar. Ky plan nuk ka ardhur deri këtu brenda natës. Do të thonë procedura ka zgjatur mbi 2 vite. Ka pas 2 herë anketa publike. Do të thonë kanë kaluar të gjitha filtrat ligjor për të ardhur deri këtu. Nëse 4 ndërtesa të cilat janë të parapara me të gjitha standardet janë problem, atëherë Gustivari njeh edhe plane më të dobta. Do të thonë ne kemi shembull Thertoren, bllokun 7, bllokun 8, të cilët janë, do të thonë me sipërfaqe shumë të madhe për ndërtim, të cilët nuk krahasohen me këtë plan. Në diskutim u përfshi edhe kryetari i Këshillit Komunal Valdet Xhaferi, i cili vlerësoi se projektet që janë në dobi të zhvillimit të qytetit dhe që burojnë nga zotimet e dhëna para qytetarëve duhet të mbështeten. Megjithatë, ai kërkoi që paralelisht të shqyrtohen me kujdes të gjitha aspektet që lidhen me ndërtimet kolektive dhe me problemet ekzistuese të urbanizmit, në mënyrë që të shmangen situata të cilat mund krijojnë ngarkesa të reja urbanistike në të ardhmen. Projektet e parapame dhe zotimet tona të cilat i kemi pasur në fushat për zhvillimin e qytetit dhe në dobit mirën e përgjithshme të Gostivarit duhet të përkrahen dhe të ekzistojë edhe konkluza e dytë që të shqyrtohen mirë mundësitë të cilat domethënë janë në kuadër të gjithë parakushteve të parapame për sidomos situatat shqetësuese për objektet kolektive. Pas debatit, propozimi për ndryshimet në planin detaj urbanistik të bllokut urban 2 u miratua me shumicë votash nga këshilltarët komunal.